Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatu wa tamu taslim ala sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahun në lartë madhëruar e falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi më të mirin e krijesave, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahun e lartë madhëruar lutim që na tregoj të vërtetën, rrugën e drejtë, që ne ta njohim atë dhe të ecim në të. Dhe Allahun azza wa jalla lutim na tregoj dhe të na njoftoj se kush është ajo çka ne na bën dëm, pra ajo rrugë që nuk është e dur për ne që ta njohim atë dhe t'i largohemi asaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun azza wa jalla falenderoj përsëri, i cili na mundsoi të ribashkohemi përsëri bashk në këtë shtëpi për shtëpive të Allahut, në këtë vend të bereqetshëm, në këtë vend të begat. Është ky vend të cilin e rrethojnë me lajket e Allahut xhele xhelalu, është ky vend në cilin zbret mëshira dhe siguria e Allahut azza wa jall, është ky vend ku emrat e gjithë pranishmëve gjiten lart tek Allahu azza wa jall. Ashtu siç kemi vazhduar dhe në të kaluarën, të nderuar vëllezër dhe motra, do vazhdojmë përsëri me fragmente nga jeta e sahabëve, pra historia e atyre njerëzve të nderuar dhe të lartë, të cilët e shoqëruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi, dhe kam menduar që ne fillimisht do të përmendim tani e tutje ata sahabë që i ka përgëzuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me xhenet, qysh në këtë dynja. Ebu Bekri gjithashtu është prej tyre, për cilën folëm. Umer ibn Khattabi radhiyallahu anhu gjithashtu është për atyre të përgëzuarve me xhenet, gjithashtu folëm. Po ashtu dhe Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu është prej të përgëzuarve në xhenet, folëm dhe për atë. Po ashtu dhe Aliu ibn Abi Talib radhiyallahu anhu është prej atyre që Allahu i ka përgëzuar me xhenet, edhe për atë folëm. Dhe janë të tjerët, pra 6 të tjerët janë në vijim: Abdurrahman ibn Auf, Allahu qoftë i kënaqur me të; Talha ibn Ubaidullah, Allahu qoftë i kënaqur me të; Zubair ibn Awam, Allahu qoftë i kënaqur me të; Saad ibn Abi Waqas, Allahu qoftë i kënaqur me të; Sa'id ibn Zaid, Allahu qoftë i kënaqur me të; dhe Ebu Ubejde ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Dhe sot, nderuar vëllezër dhe motra, ne do të ndalemi tek sahabiu i nderuar, i cili ka qenë Abdurrahman ibn Auf. Dhe në këtë temë ne do të flasim mbi një figurë që edhe ky, pra siç i përmendëm, është përgëzuar me xhenet nga profeti jon i dashur sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu është një nga shokët dhe miqtë e ngushtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai përkiste shtresës së pasanikëve të Mekës. Pra ishte prej të pasurve të Mekës. Pasuria e tij arrinte në disa mijëra dinar floriri në atë kohë, pra pasuri shumë e madhe. Jetëshkrimi i tij është një shkollë më vete nga e cila duhet përfitojmë ne si musliman: suksesin, arritjet, shërbimin ndaj komunitetit, miqsinë, heroizmin, kalorësinë, interesimin për edukimin e fëmijëve dhe për komunikimin me familjen, me bashortën e tjerë. Nëse ne do të depërtonim brenda familjes së tij, do të gjenim se ishte një model dhe një shëmbëltyr për muslimanët. Konvertimi i tij në Islam
është bërë shkak për të prirë si besimtarve Ebu Bekër e Siddiku radiallahu anhu. Ai e bindi Abdurrahmanin që ta pranoi Islamin, duke e bërë atë personin e 8 që pranonte Islamin në Mekë, në fillesat e para të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe në atë kohë Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu ishte vetëm 22 vjeç. Pra, para se ta pranoi Islamin. Dhe i kërkoi Ebu Bekrit kohë. I kërkoi kohë që të mendohet, dhe vetëm pasi e mendoi dhe pleqëroi dhe u sigurua, ai e pranoi Islamin. Emri i tij nuk ishte Abdurrahman, po Abdu Amr. Kështu njihej në xhailitet. Dhe një prej armiqve më të mëdhenj të Islamit, Ebu Ubej ibn Khaleb, i cili ishte me Ebu Xehlin, që e sulmuan dhe luftuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo drejtim, kishte marrëdhënie me Abdurrahman ibn Aufin. Dhe kur kanë emigruar muslimanët në Medinë, kanë bërë marrëveshje që për njerëzit e Ubej ibn Khalebit do të kujdesej Abdurrahman ibn Aufit, ndërsa për njerëzit e Abdurrahman ibn Aufit që kishin mbetur në Mekë do të kujdesej ky Ubej ibn Khaleb. Dhe kur i tha Abdurrahman ibn Aufi që thoi atyre që na ka orientuar Abdurrahman ibn Aufi që ti do të na kujdesesh për ne, ky me arrogancën e mohimit i tha, unë nuk njoh Abdurrahman. E kishte fjalën që unë nuk njoh Rahman, për mëshiruesin Allahun xhele xhelalu, sepse i ka thirrur pra Abdu Amr. Po kjo është një emër apo një llaqab xhailije, sepse do të thotë robi i Amrit. Dhe ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasaj që e thiri Abdurrahman, pra ja ndryshoi emrin, sepse ishte në traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i thërriste të tjerët me emra kuptim mirë ose ogur mirë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largoi dhe urrente çdo emër që ishte ogurzi dhe shprehte pesimizëm. Dhe këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e bëri vetëm me Abdurrahman ibn Aufin, po me çdo që kishte emër që shprehte dobësi dhe cilësi negative. Si një ditë hyri një burr te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti si e keni emrin. Dhe ju përgjigj Zeidul Khail. Pra rrjedh nga fjala kal, Zeidul Khail. Pra nga kal, kuajt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tani e tutje i tha do të quhesh Zeidul Khair. Pra Zeidi i mirë, i mirësisë. Pra ishte traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti ishte i qartë dhe tek emrat e pranueshëm dhe të bukur. Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu emigroi fillimisht në Abisini. Ishte me grupin e parë të muslimanëve, të cilët gjetën shumë pengesa, hasën shumë pengesa në Mekë nga kufarët kureshit, të cilët i maltrenuan ata që besonin Allahun dhe u bashkangjitën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thoshin Zoti është një i vetëm dhe largohen nga idhujt. Dhe gjetën streh në Abisini me muslimanët e tjerë. Pra ishte për atyre që emigruan në Abisini ose në Etiopinë e sotme. Dhe atje ishte një mbret i krishterë, po që ishte i mirë, i drejtë, që i përkrahej muslimanët dhe i ndihmoi ata. Dhe më vonë, kur u kthyen pastaj emigroi edhe në Medinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por se kur ka emigruar në Medinë, Abdurrahmani e ka lënë gjithë pasurinë e tij në Mekë. Pra e la për hir të Allahut. Ai thamë ishte prej pasurë më të mëdhenj të Mekës. Dhe kur ka ikë në Medinë kishte ngeli varfër. Dhe nuk posedonte asgjë tjetër përveç teshave që kishte veshur. Por se kur muslimanët emigruan në Mekë në Medinë, ata u quajtën muhaxhirun. Ata që bën hijret, emigrues, që emigruan, muhaxhir. Ndërsa ata që ishin në Medinë, besimtarët e Medinës, muslimanët e Medinës, u quajtën ensar, që do të thotë ndihmëtarë ose ndihmuesit.
Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vllazëroi ensarët me muhaxhirët. Dhe po ashtu ndodhi dhe me Abdurrahman ibn Auf. Qelloi që ai të vllazëroi me një sahabi të nderuar prej ensarëve, i cili ishte Saad ibn Abi Rabah. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Dhe më të shkuar Abdurrahmani ke shtëpia e Saadit. Saadi i tha, kam pasuri, kam 2 shtëpi. Një do ta jap ty, do ta fal ti. Kam 2 gra, do ta shkurorzoj një dhe zgjidhe mere. Kam kopësht, i ka thënë, 2 kopësht, një po ta jap ty. Abdurrahmani u përgjigj, Zoti të dhash begati në familjen dhe pasuritë e tua. Gjë e vetme që dua prej te, i tha, më trego ku është tregu. Pra, më trego tregun. Kjo ishte ajo që kërkoi Abdurrahman ibn Aufi. Ai nuk pranoi ta merrte gjën, jo se ishte ndaluar, po nuk pranoi që ti merrte, ato donte të punonte, të sakrifikonte, të përpiqej dhe si veproi, sepse Abdurrahman ibn Aufi ka qenë për atyre që truri i tij ka qenë mashallah, domethënë i shkëlqyer në fushën e tregtisë. Ka shkuar në treg. Dhe aty është marrë me tregti, me shit blerje, i ka ecur pasha Zotin. I ka ecur tregtia, ka bler deve aty, i ka shitur devet pa atë kapistallin që e mban atë litari që e vë këtu, me të njëjtin çmim i shiti që i bleu devet. Dhe pastaj ato i ngelën falas dhe i shiti ato nga 1 dirhem. Dhe i shiti ato të gjitha nga 1 dirhem dhe filloi bëri tregti. Bëri tregti. Dhe kapi prap, domethënë, pasurinë e madhe, bekatoi Allahu. Si do të sillen ndonjëri prej nesh po t'i ofrojë gjysmën e pasurisë apo edhe një grua për t'u martuar, ndërkohë që ishte i përzen nga vendindja e tij duar bosh, a do të ketë njerëz të tillë që mund ta refuzonin një ofertë të tillë? Se besoj, por se Abdurrahman ibn Aufi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, nuk e pranoi një ofertë të tillë, edhe pse gjendej në hall. Moto e tij çfarë ishte, çfarë tha? Më trego tregun. Pra edhe pse kanë kaluar mbi 1400 vjet nga historia e atyre të nderuara, ne vazhdojmë ta tregojmë me krenari, apo t'i tregojmë me krenari historitë e sahabëve, njerëzve më të nderuar mbi sipërfaqen e tokës, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ato janë të freskëta sikur janë tani. Dhe siç tham, filloi ta studioj tregun, sepse ishte rritur në treg, e njifte mirë artin e shitblerjes, filloi siç thash të bleje të shes në një kohë të shkurtër, u bën nga tregtarët më të mëdhenj në treg, subhanallahu. Pastaj filloi udhëtimet e gjata me karvane tregtare dhe duke bërë që të bëjnë nga tregtarët më të pasur të muslimanëve. Duke parë zemërbardhësinë e tij dhe sinqeritetin, Allahu xhele xhelalu i dha sukses në çdo fushë. Çdo i ri dhe i re, nëse i vendosin vetes një synim dhe janë të sinqertë për hir të Allahut, dini se Allahu xhele xhelalu ka për t'i dhënë sukses dhe do ta ndihmojë në realizimin e çdo gjëje që ai kërkon ta bëjë. Abdurrahman ibn Aufi ishte për atyre që i mbështetej fort Allahut. Dhe një prej lutjeve që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe mësoi atij ishte që thoshte: O Zot, më mbro nga dështimi dhe përtatësia. Pra, o Zot, më mbro nga dështimi dhe nga përtatësia. Dhe kjo është një dua e qartë që ta bëjë çdo musliman që është i papunë, që mundohet bën përpjekje, sepse çdo sukses fillon me mbështetjen tek Allahu, me ide, bisedë, lëvizje, duke bërë sebepet. Pra, Abdurrahman ibn Aufi ishte një shembull i gjallë, simbol i suksesit dhe simbol i luftës kundër fukarallëkut dhe papunësisë. Pra të tillë ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Secili prej tyre ishte një shkollë nga e cila mëson dhe edukohesh me moralet dhe me virtytet më të larta. Ndërkohë që ne flasim për 10 të përgëzuarit me xhenet, shumë njerëz i imagjinojnë ata si të varfër, të papunë, që nuk dinë gjë tjetër veç namazit, agjerimit dhe vajtjes në xhami. Vetëm kështu sipas tyre fitohet xheneti.
Pra një mendim të tillë erëzon, pra është argumenti i gjallë Abdurrahman ibn Aufi, sepse ai ishte për atyre që përpiqej shumë, apo siç ka qenë Bilali radiallahu anhu, muezini pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur një ditë ndodhe Bilali në shoqërinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe dy ishin të ulur, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë: "O Bilal, kam dëgjuar kërcitjen e këpucëve të tua në xhenet. Çfarë bën që ke fituar një gratë të tillë?" Bilali shkret zdinte që tha, unë tha, sa herë që marr abdes, pas çdo abdesi i fal dy rekate namaz nafile, vullnetare. Pra kjo e bëri Bilalin që të dëgjoheshin kërcitja e këpucëve të tij në xhenet. Pas pak çashtes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pyeti sërish, po këtë radhë tha, ku është Abdurrahman ibn Auf? Ku ndodhet? Erdhi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu dhe pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ku ishe Abdurrahman? Ai tha, o i dërguari i Zotit, isha duke numëruar parat. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, o Abdurrahman, ti do të jesh nga banorët e xhenetit, por në xhenet do të hysh kem badorazi. Por më pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tregoi se si mund të hynte në xhenet duke ecur me kem. Dhe ja tha, ti mund të shkosh, do hysh në xhenet duke ecur në kem, o Abdurrahman, duke i dhënë hua të bukur Allahut. Çfarë do të thotë kjo? Ka nevojë Allahu të japim ne uha? Kurse si, po duke shpenzuar në rrugt të Allahut. Duke dhënë nga ajo që Allahu ty të ka pasuruar, të ka dhuruar, ajo është hua. Dhe tek Allahu xhele xhelalu në raport Allahu me robin nuk ka kamat, Allahu është shumë fishon. Abdurrahmani filloi të jap pasuri duke ndihmuar të varfrit me qëllim që të hyjë në xhenet me këmbë. Aq i pasur u bë, siç tham, aq i pasur, sa një ditë në Medinë arriti një karvan prej 700 devesh të ngarkuara me mallra të ndryshme dhe ushqime. Kur karvani hyri në Medinë, u trondit Medinja nga zhurma. Të gjithë banorët dolën jashtë për ta parë. Mes njerëzve ishte edhe nëna e besimtarëve, Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila vajti tek Abdurrahmani, pronari i këtij karvani, dhe i kujtoi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i tha duke i dhënë Allahut hua të bukur, që do të thotë duke dhënë nga pasuria që Allahu të ka dhënë tek të tjerët, por nga fitimi halal, që mos të keq kuptohemi këtu. Dhe a dini si veproi Abdurrahmani, Zoti qoftë i kënaqur me të, me të dëgjuar fjalët e Aishës radiallahu anhu, e cila e kujtoi thënien e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha, o Aisha, je dëshmitare që ky karvan me gjithë mallin e çkan të është dhurat fi sabilillah, para për të shpenzuar në rrugt të Allahut, e dha gjithë karvanin, 700 deve të ngarkuara plot. Pra Abdurrahman ibn Aufi shquej për shpenzimin e pasurisë në rrugt të Allahut dhe në ndihmë të vobektve, saqë shumë munafik, hipokrit filluan të akuzojnë ata se diçka e tillë e bën për sy e faqe, apo e dinin ata zemrën e tij, apo e bën që të lavdërohet ke njerëzit. Po ta studiojmë jetën e tij nga aspekti shoqëror, ai ishte simboli punës, i përpjekjeve dhe dhënies së pasurisë në rrugt të Zotit. Allahu xhël xhelalu thotë në librin e Fisnik, Allahu ishte i kënaqur me ata besimtar kur tu betuan për besnikëri ku në hijen e pemës, kur bë marrëveshje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Abdurrahman ibn Aufi ishte nga ata që i dhan besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në hijen e pemës, me sinqeritetin dhe besnikërinë e tij e dëshmoi vetë Allahu tek ajeti që përmendëm pak më lart. A ka nder dhe privilegj më të madh se sa të dish që Zoti është i kënaqur me ty? Nuk ka nder më të madh që Zoti të jetë i kënaqur me ne. Ne atë rrugë mundohemi të ndjekim, që Zoti të jetë i kënaqur me ne, duke vepruar ato gjëra që kënaqin Zotin. Prandaj kjo është ajo çka dallohet. A e dini se pas kujt është falur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka falur namaz. Pas Ebu Bekrit po. A e dini që ka qenë dhe Abdurrahman ibn Aufi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka falur namaz pas tij? Dy të vetmit që kanë falur
namaz pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë Abu Bekr Siddiku radiallahu anhu, prisi besimtarve dhe Abdurrahman ibn Auf. Dhe kjo ndodhi në betejën e Tebukut, që u zhvillua pranë kufive të Shamit që luftuan muslimanët me romakët dhe kemi përmendur në ligjëratat e mëparshme. Në këtë betejë merrte pjesë dhe Abdurrahman ibn Auf dhe një ditë në mëngjes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në agim bashkë me Muadh ibn Xhebel radiallahu anhu dolën për të marrë abdes që të faleshin. Ata të dy u vonuan sa që muslimanët e tjerë u friksuan se mos lind dielli dhe ju ikën namazi. Dhe ata filluan diskutojnë mbi mundësinë e faljes namazit. Pa ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ta falim, sepse na ikën namazi. Po kush mund të dilte të falej si imam në vend pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ai ishte Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu, që guxoi dhe doli imam. Pasi falën rekatin e parë, se sabahu ka 2 rekate, profeti sallallahu alajhi wasallam u kthye dhe i gjeti shokët e tij duke u falur namaz. Ai u bashkua me ta dhe Abdurrahmani kur dha selam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngrit për të plotësuar rekatin tjetër. Pasi e përfundoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazin e tij, Abdurrahman ibn Aufi ju afrua dhe i kërkoi falje për çka kishte ndodhur. Ai kishte frikë se mos kishte vepruar diçka që nuk e kishte pëlqyer pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po i dërguari i Zotit sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ke bërë mirë o Abdurrahman. Ke bërë shumë mirë, ke vepruar mirë." Abdurrahman ibn Auf si thamë ishte shembull, por nuk ishte vetëm tek tregtia dhe tek bujaria. Ai ishte edhe në familje. Edhe pse ishte i zen dhe i angazhuar me tregtinë dhe udhëtimet e shumta, do shohim se ai nuk kishte konflikte dhe probleme familjare me gruan dhe fëmijët. Përkundrazi, jetëshkrimi i tij zbulon marrëdhëniet e shkëlqyera midis tij, gruas dhe fëmijëve. Të tillë ishin pra shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata dinin të ruanin ekuilibrat dhe detyrat familjare dhe aktivitetit të tyre të përditshëm tregtar. Mënyrat e ekuilibrave mes kësaj bote dhe botës tjetër ne mësojmë së miri nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nga muslimanët e parë, nga selefus salihin, të parët tanë të mirë. Dhe për këtë orientalistet perëndimor mbeten gojhapur dhe të mahnitur kur studiojnë jetëshkrime dhe marrëdhëniet e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam me familjet e tyre. Pasi ata kanë qenë që i kanë studiuar gjithë civilizimet dhe historitë e popujve të mëparshëm. Ata asnin në dallimet e thella mes romakëve që kishin udhëhequr botën dhe shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si ishin sjell ata. Madje një nga mendimtarët dhe studuesit perëndimor në një nga librat e tij, Vlerat e përjetshme të Islamit, thotë: civilizimi islam bazohet në mesazhin hyjnor, ku sistemi shoqëror bazohet në një familje të fortë dhe të qëndrueshme, ndërkohë që sistemi ekonomik konsiderohet mjet dhe jo qëllim. Kështu Abdurrahman ibn Aufi nuk i neglizhonte detyrat që kishte ndaj familjes, edhe pse ishte i angazhuar, siç tham, me tregti dhe shitblerje që shkonte jashtë e brenda vendit. Pa dyshim që vlerat tona të ralla, civilizimi ynë islam, trashëgimia e lavdifshme, biografia e të parëve tanë të ndershëm, jetëshkrimi i profetit tonë sallallahu alajhi wasallam janë ato që ne duhet na orientojnë dhe udhëzojnë mbi mënyrën e ndërtimit të marrëdhënieve tona me njerëzit, me shoqërinë që na rrethon, me krijuesin e gjithëpushtetshëm, Allahun dhul xhelal. Janë pikërisht këto që e bëjnë muslimanin të ndihet i lumtur dhe i qetë gjatë jetës në familje. Pra është jetëshkrimi i Abdurrahman ibn Aufit që na mëson ekuilibrin mes detyrave të familjes dhe angazhimeve të aktiviteteve tona të përditshme. Cila ishte motoja e tij? Siç tha, më trego tregun, me atë e nisi nga zerua dhe ai u bë modeli dhe shembulli më i mirë për këtë do që kërkon të jetë i suksesshëm, për këtë do që kërkon që Allahu t'i japë sukses. Ai është modeli më i mirë edhe për biznesmenët, tregtarët, mbi mënyrën se si fitohet dhe shpenzohet pasuria në rrugën e Zotit. Ai ishte model në çdo vepër bamirësie. Radiallahu anhum xhemian, Allahu qoftë i kënaqur mbi ta të gjithë, pra, mbi të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, këta janë sahabët e nderuar
sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët e shoqëruan atë gjatë gjithë jetës së tij, ata që dhanë dhe jetën për të mbrojtur jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata që mësuan çdo detaj nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët e nderuar, shokët e nderuar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ky ishte Abdulrahman ibn Aufi, një prej 10 sahabëve të përgëzuar me xhenet. Prandaj këtu po e mbyll ligjëratën dhe duke lutur Allahun e gjithëpushtetshëm që të na bëjnë ne të ecim në rrugën e atyre të parëve tanë, pra sahabët nderuar, na bëjnë ne që të jemi sadopak pranë tyre në vepra, në sinqeritet, në punë, në çdo gjë, në çdo fushë, në çdo sferë. Elusim Allahun na mëshiroj, na drejtoj, na udhëzoj në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu është i kënaqur. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanët dhe muslimanet në mbar botën që janë, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Gaza. Allahu ja lehtësoft atyre nga mizoria barbare që i ka kapluar. Zoti ja u lehtësoft. Ata që janë të uritur, Zoti u shqeft. Ata që janë të etur, Zoti ja ueqt etjen, dhe ata që janë të sëmurë, Zoti i shëroft. Ata që janë të vdekur, Allahu mëshiroft, ashtu siç i mëshiroft gjithë të vdekurit prej muslimanëve. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani Allahu li wa iyyakum mimma fihi min ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. E themi këtë fjalë, kërkojmë falje për Allahu, për ju dhe për mua, me vetë Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Allah ju shpërbleft të gjithëve me xhenetin më të lartë për vëmendjen, dhe inshallah do të takohemi në ligjëratën e ardhshme ku do të flasim përsëri për një sahabit të nderuar, i cili është nga 10 sahabët e përgëzuar me xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.